Korça në foto është titulluar ekspozita e koleksionistit korçar Mirgen Shambli, e cila është çelur në qoshkën e koleksionistëve në ambientet e pazarit të vjetër të Korçës. Janë gati 800 foto të shkrepura ndër vite, nga 1920 deri në 1980, të cilat pasqyrojnë qytetin dhe jetën e të. Shumë prej godinave në foto nuk ekzistojnë më, shprehet Shambli, ndaj edhe ka menduar se një ekspozitë e tillë do të ketë interes për qytetarët dhe vizitorët për t'u njohur me pamje të ndryshme apo për të kujtuar se si ka qenë Korça dikur. Janë ndërtesa që sot nuk ekzistojnë, që kanë paraqitur, është një pjesë e lumit të Korçës, që në vitet 60 është mbuluar me tërmetin e fortë që ka rënë në Korçë, është mbuluar lumi i Korçës. Kam paraqitur të gjitha urat pothuajse, janë 6 urat të Korçës, që fillojnë që në sanatoriumi sipër, deri në fund të pazarit. Përveç lumit kemi foto nga qendra e qytetit, kemi foto nga stadiumi, nga parkurinia, nga kompleksi sportiv, pishinat, foto rrethinat, qoshkat, pazari këtu, të gjithë dyqanet pothuajse kemi të pasqyruara, janë gjetur në vite. Për shkak se numri i fotove që ka mundur të koleksionoj Shambli është mjaft i madh, ekspozita do të ndahet në disa pjesë, duke e prezantuar edhe të tjera foto në javët në vazhdim.